Çtaj. Po, Gjiboba, ku je? Selamu alejkum, be. Ja, pra, që kemi ardhë me Gjibobën këto, në Katond. Jemi të shkolla Qemal Stafa, më duket e ka emrin. Dikur për para shumë viteve, jo shumë viteve, para 15 viteve, ka pas këto në Xans, afër 135, afër 150 Nxans. Sot s'ka asnjë, qa Gjibobën, këto jena të kodra. Ku i jetë ashte u kim qajgje fe, ha? Këto, a Gjiboba, shtetë va kalzoj vendin, pi këto të fillojna, ti bëjmë shpejt e shpejt se dhe batarije nuk ka pak. A u lodhe, a fete pak? Ja, pra jemi të kodra këto për momentin, dhe kodra dhe ajo mali agje, ashtë të quajtëri dërmos. Agje janë konë për para me mal, verës, me stane, to gjëstjak, të ka me gjazen, të ka ka konë këto, da gjanazmi, agje maja e gjeshkës, këto e konë këta, këto me gjës elmas agje, dhe ajo maja e lisecit. Shkojmë të agje në Albanajc, të sati 11. Ashtë shki vend, shi drejtim. Shkojmë të anë nonën e majtë, kjo fush gropa poshtë është edhe drejtim fshatit disa vajtës dhe dika venz dhe Dobrina në natërën e kodrëve, edhe këto mos e vajnë shtërma, karre madhe, këto i thëjnë atje lak, dishin për para tonit në stan, shumë, të thëj se gjithë Katondi, shkojshin në përstane se Katondi u mbajlë këtë bereqete ka pas, apo, a Gjiboba? Edhe kështu me radhë, kështu që janë konë ofër 900 dhen deri me 1000 copa, lop ka pasën, jo, gabim këtë thash, dhen ka pasën 4500 deri me 5000 dhen paligradi, lop ka pas ofër 950, edhe hajvan për ngarku kështu, ka pas mëse ka në konë një 100 e tepër. Edhe këto që laki, si thash, ta na shkojnë në nonën e majtë, a gje thajrët Kozjak, a gje rojnë ato Tagji, si e kojnë ato? A gje Veselit, familja, baba. A gje Idrizit, a gje në basë kësaj kodrës, shkojnë e matë e vashaja gjeshka jonë, këto janë livadhët për me Katond, dhe me livadhën majet të asaj kodrës, a konë edhe stani më gjësamim, dhe shkojnë anë të shmajt edhe pak. Këto është kodra që thajrat ne e quajmë maja, po për ndryshë është kitka, po. Kitka dhe mbas asaj është kepi në një qarit dhe të poshë me ra dhe shkon në fshatin Gaber. Masë ndë është kjo gjeshka jonë, si thash, livadhët, të verët, tërma të ka edhe stani jonë, jakoni Agjimusës, stani Mëngjes Mishir, këto rafshë më rajzit, në qmajt livadhi Kroja Vdis, apo? Kroja Vdis, edhe të poshtë është ara jonë, të stani jonë, ku ka rajt Agjimusa, për ndryshe unë jam nipi Agjimusës, Haxhi Shaqiri, djali Haxhi Qazimi, akon është i Agjimusës. Edhe kështu me radhë nonën e majtë, këto ta i qepi madh, akon me stan edhe me Gjasef dhe me Gjazilp, e i livadhi qoshi dhe fundi okonën, ato të sali që hajs, da gjalush, me djemë të vetë, edhe kështu me radhë kjo në shkolla, si thash, këto janë Katondi, fillon pe këtonit në qosh, të shpije Mëngjes Bajram, edhe Dagjës Jakup, me këtepi i ri, bëj me këtepin e ri është shpeja jonë, që shabija i Haxhi Bacit Ahmet, për hajri koft shpeja të meli i ri, do të maroja, shpejt re, për hajri inshallah, ndoshta edhe dikuj tjetër,
i mbushet mendja dhe vajnë këto. Këto është minarja, qeta xhamoja se këto dillin a rok ka paksha, xhamoja Paligradit, edhe shpajet talje Katundi. S'ka mbet Paligradi, për momentin janë vetëm një shpaj me mball, kurse qerit kanë trazuket, kështu vëjnë me vikende për fund javë, edhe që këto, elhamdulillah, edhe ujtin e këshin pranë si vjetë, ujt ka pas, po ka pas defeke, rrugën e këshin pastro, ujin e kanë reperu, rrugën ulicët ato dritat i kanë maru, elhamdulillah, shqyqir Allahit, dënere që imi në pandemi, me këtë virusin, por edhe virusi i ka atët majret e veta, kështu që janë detyru katëndarët e tonë, me arë si vjetë edhe ma shpesh, edhe për qef, edhe pak për frigës virusit, edhe kështu që kajnë përnohë diçka. Unë jam Shaqiri, erdhe ma gjibabën këto, që edhe babën Haxhie kam këta, feja gjibabë pëshon pak, edhe si thash, Katundi në dje, Karshaj, e kena edhe gjibabën e kam këto, dhe dullëm pak me shatajt, se nuk i dijet jetës njerit, a kemi ko, a s'kemi ko, se e ka caktoj madhi Allah, unë për veti jam edhe në Gjermani, edhe pak si larg, kështu që nuk muj me ardhë shpesh. Por, elhamdulillah, Allah i ne ka prunë, atë dashnin të dojna vendin tonë, të dojna familjen tonë, dhe të dojna prindit e tonë, katëndar, miq dhe vëllezër musliman, ju përshëndes me përshëndetin islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Ju përshëndes edhe njëherë, tung që edhe Haxhibaba. Haxhibaba, selam, ban ju kredve. Selam. Kedve kush na sheh thoj selam ko. Selam, kedve kush na sheh. Se të ilshojna në për interneta, dhe na shojnë edhe ata bashkë katëndarët e tonë që janë edhe në Turki, edhe në Suedi, edhe gjithë Evropën, po edhe në Australi kena edhe antartë familjes, edhe në gjithë botën, inshallah, ata do t'i përshëndesna edhe ata me selam. Ja pra vendi i bukur, gjeshka interesant sot, mu duka edhe shumë ma shumë, edhe kona edhe majrë jeshil, kjeri kroja vdisa gjenalë si kona për qefi. Shumë majrë. Atere, ju përshëndes edhe njëherë, tung, ju uroj gjithë të mirat, inshallah deri radhën e ardhshme. Assalamu alaikum.